Numri i rasteve që kërkojnë ndihmë shëndetësore është rritur sërish. Ministria e Shëndetësisë thotë se situata është stabile, edhe pse kishte ditë që numri kishte rënë dukshëm, duke se pasojat e ujit të ndodhur në Gostivar, qytetarët e asaj ane po i ndjejnë ende, pasi sipas të dhënave të ministrisë, në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 84 kontrolle të reja. Gjatë 2 gushtit janë regjistruar gjithsej 84 kontrolle të para, që është për 27 më shumë krahasuar me ditën paraprake, kur ishin evidentuar 57 kontrolle. Pavarësisht të rritjes ditore, numri i kontrolleve mbetet dukshëm më i ulët krahasuar me kulmin e 18 korrikut, kur u regjistruan gjithsej 649 kontrolle. Ndërkohë, LSDM vazhdoi të kritikojë pushtetin se ajo që po ndodh në Gostivar është skandaloze, ndërsa kritikoi edhe për deklaratat se ujë të pishëm do të kishte në fundjavën që lan pas, por që kjo nuk u realizua. Narodot se truje. Para 2 ditësh, Mickoski përsëri deklaroi se për herë të parë pas shumë vitesh, uji do të jetë bakteriologjikisht i sigurt. Në të njëjtën kohë, derisa ministri paralajmëronte ujë për pije, Mickoski tha se nuk mundet, sepse është paraqitur një bakterie e re. Kjo ndodh kur persona jo profesionist japin deklarata. Ndërsa vëmëroi përgjigjet se për dallim nga koha kur uji në Gostivar nuk kishte për pije dhe askush nuk jepte rekomandime dhe udhëzime për të mos e pirë, tani rekomandimet jepen sipas rezultateve dhe po zhvillohet procedurë për skandalin dhe ka përgjegjësi. Ndryshe nga kohrat e kaluara, kur në pushtet ishte LSD, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, pushteti lokal në duart e partnerëve të tyre BDI dhe Taravari, kur analizat e ujit në Gostivar treguan praninë e bakterieve dhe ujë të pishëm të pasigurt, nuk u gjet askush që t'ju jepte rekomandime qytetarëve që të mos e përdorin atë. Uji në Gostivar vazhdon të mbetet i përdorur vetëm për nevoja teknike, por jo edhe për pije dhe përgatitje të ushqimit.